Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, amma ba'd. Falenderimet, lavdrimet, adhurimet, hamdi I qoftë vetëm Allahut Azza wa Jall, ndërsa salavatet dhe selamet të përzemërta I dërgojmë shëmbëltyrës tonë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre cilët e ndjekin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allah na bëj prej tyre, amin. Vëllezër të dashur besimtar, tema të cilën fillimisht e përkujtoja veten time, pastaj inshallah taala do që përkujtoj edhe juve, ka të bëjë me një temë prej temave jashtëzakonisht të rëndësishme, madje që janë vendimtare në sjelljet tona, në veprat tona dhe në raportet tona. Ajo temë, vëllezër, titullohet Sëmundjet e zemrës. Vëllezër të dashur, besimtari musliman duhet të kujdeset për zemrën e tij, që ta ketë atë të shëndosh, që ta ruaj atë nga sëmundjet e saja, njëjtë si duhet të kujdeset edhe për trupin e tij, që ta ruaj trupin e tij nga sëmundjet dhe pengesat të cilat mund t'i shkaktojnë probleme të ndryshme. Allahu Gjelleshanuhu dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam në shumë tekste sheriatike na porosisin për kujdesin ton ndaj shëndetit të zemrës, mirëpo në kuptimin teorik të saj, e jo në kuptimin fizik të saj. Për kujdesin që ne duhet patur sa I përket shëndetit të zemrës, Allahu na tërheq vërejtje në shumë ajete kuranore që të bëjmë kujdes nga sëmundjet e saja. Allahu Gjelleshanu thot: Fi kulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ata I kanë zemrat e sëmura, ndërsa Allahu Gjelleshanuhu u ashton edhe më shumë sëmundjet e tyre. Pra, tekst në çështje, direkt Rabbul Alemini e përmendën pra sëmundjet e zemrave. I kanë zemrat e sëmura. Me një ajet kuranor tjetër, duke na tërhequr vërejtjen Allahu I lartësuar neve të gjithve, që të kemi kujdes dhe të mbrojmë zemrat tona nga sëmundjet e tyre, ai na thot kështu: E fi kulubihim maradun am irtabu. E fi kulubihim marad. Sëmundje, I sëmur arabisht është marad. Pra Allahu e përmend direkt pra sëmundjen, që ta kemi më të qartë se pra zemra sëmuret edhe aspekti I saj kuptimor, pra shpirtëror. Edhe njerë thot, e fi kulubihim marad. A mos kanë ata sëmundje në zemrat e tyre? Emir tabu, ose ndoshta mos dyshojnë në çështjet dhe faktet e Allahut të lartësuar. Em yakhafuna an yahif Allahu alejhim, ose kanë frikë se ndoshta Allahu Gjelleshanuhu nuk do të gjykoj me ta drejt. Pra, vërtet, të dy ajete dhe shumë të tjera na bëjnë të qartë se zemra jon ka edhe sëmundjet kuptimore të saja,
pra sëmundjet e shpirtit ndryshe, duke na tërhequr vërejtjen që t'i mbrojmë, t'i ruajmë zemrat tona nga sëmundjet e tilla. Ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duke na tërhequr vërejtjen për shëndetin e zemrave tona, shëndetin e shpirtit në zemrat tona, ai në një hadith të tij na porosit kështu: Inna Allaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Shifni sa bukur dhe qartë na mëson të gjithëve pejgamberi alayhis salam. Thot Allahu nuk ju shiqon juve ajsamikum në trupin tuaj, se a ke trup të gjatë apo të shkurt, muskulos apo jo muskulos, apo çfarë bukurie ke, apo çfarë fiziku, me fjalë tjera, ke. Wala ila suwarikum, as në bukurin dhe hijen tuaj. Pra, qartë na bën me dije pejgamberi alayhis salatu wassalam se nuk është mekanizmi vlerësues i Allahut për ne as trupi jon, fiziku jon, as bukuria jon, për me një hadith tjetër as pasuria jon. Walakin yanzuru ila kulubikum wa a'malikum, mirpo Allahu Jelle Shanuhu ju shiqon juve ila kulubikum, në zemrat tuaja. Pra mekanizmi vlerësues i Allahu të lartësuar për ne është pra zemra jon. Sa atë e kemi mbrojtur nga sëmundjet e saja, sa atë e kemi pastruar të gjithë ne nga ndytësirat të cilat mundemi me e zhytur zemrën tonë. Wa a'malikum, dhe çështja tjetër që Allahu shiqon në to, janë veprat tona. Pra, tërheqje vërejtjeje për të gjithë ne që të bëjmë kujdes në shëndetin e zemrave tona. Me një hadith tjetër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duke na këshilluar po për të njëjtën temë, ai thot kështu: Ela wa inna fil jasadi mudgha. Në trupin tuaj keni një copë mishi. Idha salahat salaha al jasadu kullu. Nëse ajo copa e mishit salahat, rregullohet, drejtohet, përmirësohet, është e shëndosh, salaha al jasadu kullu, do t'jetë i shëndosh i tërë trupi. Wa idha fasadat fasada al-jasadu kullu. Po nëse prishet, sëmuret, ajo copë mishi, do të prishet i tërë trupi. Ela wahiya al-qalb. Këtë e përsërit 3 herë pejgamberi alayhis salam, sigurisht që ajo pjesë e trupit ton, ajo copë mishi, është zemra. Pra, nga këto tekste sheriatike dhe shumë tekste tjera, neve na bëhet e qartë se rregullimi i punëve të besimtarit, shumë është e rëndësishme vëllezër. Rregullimi i punëve të besimtarit, largimit të tij nga haramet, ndalesat e prera, si dhe mbrojtja e zemrës nga dyshimet e ndryshme, krejt kjo vareshka nga zemra jon dhe rregullimi i saj. Varet nga zemra jon dhe rregullimi i saj.
Nëse i kemi zemrat e shëndosha, dhe nëse në to nuk kemi asgjë tjetër përveç se dashurisë së Allahut të lartësuar dhe dashurisë të asaj që Allahu e do. Nëse në to nuk kemi gjë tjetër përveç se frikës nga Allahu Gjelleshanuhu dhe frika nga mos njohja në atë që është e urryer nga Allahu i lartësuar. Atëherë domosdoshmërisht do të rregullohen edhe veprat e gjymtyrëve tona. Po ashtu lehtë do të largohemi edhe nga ajo që e ka ndaluar Allahu Gjelleshanuhu dhe do të mbrohemi nga dyshimet që na shpijejnë drejt shkeljes së ligjeve të Allahut të lartësuar. Mirë po, nëse zemra jonë qëtash është e sëmur dhe e prishur nga smundjet e saja, çfarë pason në zemrën e sëmur? Atë e kaplojnë epshet dhe ajo dashuron gjithçka dhe nuk i intereson sa atë që e dashuron a është i pëlqyeshëm tek Allahu Gjelleshanuhu ose nuk është e pëlqyeshme. E nëse ajo kaplohet prej smundjeve, kalon në pasim të epshit, prishet, shkel normat dhe ligjet e Allahut të lartësuar. Padyshim që si pasoj e saj dhe prishjes, smundjes së saj, do të kemi edhe vepra të këqija, të liga, të cilat janë të urryera te Allahu Gjelleshanuhu dhe tek besimtarët. Po ashtu do të na shoqërojnë pastaj që është më rrezikshmja edhe dyshimet e ndryshme në fen e Allahut të lartësuar. Psa nuk kemi ne sot fatkeqësisht në mesin e besimtarëve që kanë filluar haptas të paraqesin madje edhe jo dyshime direkte në mësimet e Zotit, jo dyshime direkte, por se aludime për dyshime ansore. Pra e shprehin atë që shejtani dhe dyshimet e tyre janë kundrejt mësimeve të Allahut të lartësuar. Pra nuk e kemi sot besimtarin musliman apo një numër i tyre, nuk e kemi të drejt dhe të sakt të thot kjo është ligj i Zotit dhe është punë e krimi dhe unë as që e shty në diskutim në kokën time. Por se qëtash me njerë ja fillon pse, po ka thonë filoni, ka thonë falloni, kohë e teknologjisë, jemi kështu e jemi ashtu. Shqivnim, pse vinë këto? Të gjitha këto vinë nga shkaku i smundjeve të zemrave. Për atë, dietarët thonë kështu, duke sqaruar këtë çështje, thonë zemra është mbreti i organeve, është mbreti i organeve tjera. Zemra është mbret, ndërsa pjesët tjera janë ushtarët e mbretit. Zemra është mbreti, organi që është mbret, ndërsa pjesët tjera, organet tjera janë ushtarët e mbretit. Nëse mbreti është i rregulluar, i përmirësuar, i shëndosh, edhe ushtarët tjerë do të jenë në rregull dhe të shëndosh. Mirë po nëse mbreti është i sëmur, padyshim që edhe ushtarët tjerë do të jenë të sëmur. Allahu Gjelleshanuhu me një ajet kuranor në lidhje me këtë na thot kështu:
Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kjo rregull është shumë e rëndësishme. Atëherë, pasi që gjithçka varet nga zemra, dhe se zemra që ka mbreti dhe organit tjera që kanë ushtarët e tij, nëse ajo përmirësohen edhe pjesët tjera, nëse ajo prishen edhe pjesët tjera, nëse ajo smuren edhe pjesët tjera. E kush do të shpëtoj te Allahu? Kush do të jetë i suksesshëm te Allahu? Allahu qartë na thot, atë ditë la yanfa'u malun wala banun. Nuk do t'ju bëj dobi as malli as evladi. Kush do të na bëj dobi? Ç'ta kemi kujdes? Inshallah ta mbajmë mend, ta dëgjojmë me shpirt dhe zemër. Illa men etallaha biqalbin salim. Përveç atyre që kanë shkuar te Allahu me zemra të shëndosha. Ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, garancia që ka kjo çështje, ai shumë lutej që Allahu i lartësuar t'ia mbroj zemrën e tij nga sëmundjet e saja. Shumë lutej. Dhe është mirë edhe ne të bëjmë siç ka vepruar ai dhe ta lutim Allahun xhalleshanu shumë që ai të na mbroj zemrat tona nga sëmundjet e saja. Ai thoshte kështu Allahu xhalleshanu shpesh: Allahumma es'aluka qalban salima. Shif sa qartë. O Allahu im, unë kërkoj prej teje të më japësh zemër të shëndosh. Subhanallah. Unë kërkoj prej teje të më japësh zemrën e shëndosh. Pra, të shëndosh nga smundjet e saja të cilat mund të kaplojnë atë. Ndërsa, zemra e shëndosh edhe njëherë është ajo zemër e cila është e mbushur me dashurin e Allahut dhe dashurin e asaj që Allahu e do. Kjo është zemër e shëndosh. Dhe e urren atë që e urren Allahu xhalleshanuhu dhe largohet nga ajo. Dhe ka frikë nga dyshimet të cilat janë edhe shkak prej shkaqeve të sëmundjeve të saja. Nëse kemi zemrën kështu, atëherë kemi zemrën e shëndosh. Nga këto tekste mund të konkludojmë se zemrat qenë kanë 3 lloje. Sa lloje i paske në zemrat tona? Qenë kanë 3 lloje. Zemra e shëndosh, sikur se thot Allahu xhalleshanuhu, yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pra, atë ditë që nuk do t'ju bëj dobi as malli as evladi, përveç atyre që kanë ardhur me zemër të shëndosh. E cila qenë ka ajo zemër e shëndosh, e cila ka shpëtuar nga të gjitha smundjet e saja. Ka kështu zemra të vlijave. Kanë shpëtuar nga gjitha smundjet e saja. Me inat, me xhelozi, me hakmarrje, me mosbesim, me dyshim e kështu me radhë. Lloji i dytë i zemrave janë zemra të vdekura. E para të shëndosha, të evlijave që kanë shpëtuar nga çdo lloj smundje të tyre që përmendëm, dhe e dyta e kundërta tamam, zemrat e vdekura. Kush janë zemrat e vdekura? Janë ato zemra që nuk e njohin Allahun, Zotin e tyre, nuk e adhurojnë atë dhe nuk ju intereson fare në shfryerjen e epsheve të tyre, se a i shfryen ata në bazë të mësimeve të Allahut të lartësuar ose jo. Këta janë zemra të jo besimtarve. Ndërsa lloji i tretë i zemrave, janë zemra të cilat kanë jetë,
janë të gjalla me mësimet e Allahut të lartësuar. Mirë po, nga njëherë, këto zemra janë edhe të sëmura. Këto zemra në fakt tërhiqen nga dy tërheqës. Tërhiqen nga dy tërheqës. Një tërheqës janë mësimet, urdhrat, besimi i Allahu xhelle shanuhu dhe nxitet dhe jeton, vepron konform mësimeve të Allahut të lartësuar dhe e ke mashallah. E ke mashallah. Po her pas here, nga arsyeja që ka sëmundje në zemrat tona dhe duke u tërhequr nga këto sëmundje që të shfry epshet në atë që është e ndaluar nga Allahu xhelle shanuhu, e fiton kjo tërheqje e sëmundjes së tyre edhe shfrin epshet e tyre në kundërshtim me mësimet e Allahut të lartësuar. Këto janë zemrat apo lloj i tretë i zemrave. Fatkeqësisht në këtë grup, në këtë lloj të zemrave, në këtë grup, në këtë lloj të zemrave, fatkeqësisht janë shumica e njerëzve. Pra, që në një anë tërhiqen nga mësimet e Allahu xhelle shanuhu dhe veprojnë mirë, nga ana tjetër tërhiqen nga shfryrja e epsheve edhe veprojnë gabime. Këto zemra Allahu xhelle shanuhu i këshillon që ata të merren dhe të mundohen të shërojnë zemrat e tyre. Përndryshe, nëse nuk shërojnë zemrat e tyre, rrezikojnë suksesin e Allahut të lartësuar edhe në jetën e dunjas, edhe në jetën e ahiretit. E nëse ne kemi arritur sukses dhe kemi përmirësuar dhe i kemi bërë zemrat tona të shëndosha, do të jemi të suksesshëm edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër. Shenjat e zemrave të smura që ti njohim më mirë janë të shumta ndërto. Dhënia përparësi jetës së kësaj bote karshi botës tjetër. Nëse e kemi në zemrat tona dhe japim përparësi botës tjetër para kësaj, kemi diçka nga shenjat e zemrave të smura. Brengosja dhe frika, po ashtu nuk është shumë e rëndësishme të ta e shëmtuara. Shohin gjë të shëmtuar dhe nuk e quajnë shumë të rëndësishme. Edhe kjo është rrezik që ndoshta zemrat i kemi të smura. Po ashtu ndjenja e ngurtësimit të zemrave. Nëse ndjen se zemra është e ngurt, edhe kjo është një prej shenjave të zemrave të smurave. Pra, zemrat janë në dorën e Allahut të lartësuar dhe ai i rrotullon si don ai, ndërsa e jona është të mundohemi që t'i përmirësojmë ata, t'i mbajmë të shëndosha dhe ta lutim Allahun xhelle shanuhu me lutjen që ai ka lutur shumë në përmes të cilës është lutur pejgamberi alayhis salam dhe ka thënë ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik, o ti që i rrotullon zemrat, përforcoma zemrën time në fenë tënde. Të lutje mos ta largojmë nga gjuha jonë. Lusë Allahun e lartësuar me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të larta, të na jep neve ja Allah, jepu fëmijëve ton o Zot dhe jepu mbar besimtarëve musliman zemra të shëndosha që nëpërmes tyre do të kenë sukses në këtë botë dhe në botën tjetër. Amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.